në qoftë se vdesin, si do të reagohet me këta punëtorë. Janë disa masa që ne duhet t'i parandalojmë. Tash mos ja përmendja, por ne kemi një kompani distributive në Prishtinë edhe në Kosovë, ku çdo ditë motocikletat e tyre kemi të aksidentuara. Pra nuk krijohet s'ka kushtet punës, ose ata nuk i përmbohen legjislacionit, ose trafikut, ose rregullave të trafikut, dhe çdo ditë kem aksidente të këtyre motocikletave, të këtyre punëtorëve që punojnë, dhe shumica e tyre janë persona të huaj, të cilët shumë herë nuk e dim edhe cila është veprimtaria e tyre. Se çka punojnë, a është vetëm ajo çka ne e shohim apo ka diçka mbrapa. Kështu mendoj që kemi nevojë shumë që të bëjmë edhe disa investigime, që të krijojmë siguri edhe për popullatën tjetër, sepse sot kem ankesa të shumta, të grave, pleqshve, po edhe personave tjerë, ku nuk respektohet edhe rregulla minimale edhe në trafik, edhe nga këta persona, po edhe nga të tjerë, ku aty përballemi me një rrezik. Pra rreziku puna kanoset në gjitha anët, edhe pse nuk është gjithçka zë, mirë po kur e shohim që jeta në Kosovë ka shumë pak vlerë, as let humbet jeta në Kosovë, ne duhet të kemi shumë programe parandaluese, programe vëdësuese, në qoftë se janë marrë masa ndëshkuese, atëherë kemi nevojë edhe për programe reintegruese dhe resocializuese brenda shoqërisë, që këta persona me të vërtet të kthejnë realitetit aty ku ne jetojmë. Ne kemi po ashtu vetëm edhe pak të kemi për shembull edhe persona të cilët janë përfitues të skemave të ndryshme. Dhe ne kemi po që ka ndalesa me letë që ata persona nuk mund të njëjtën kohë qoftë që të përfitues të skemës ndihme sociale ose invalid i luftës ose veteran, të cilët nuk është lejuar që të punojnë. Dhe shumë për këtyre personave, për shkak se ato shumë janë shumë të vogla, dhe normal që me atë shumë të cila është në skemë ndihme sociale ose një penzion i një veteranit të luftës, është i pamjaftueshëm që të mbijetojnë në Kosovë, ata detyrohen të punojnë në kompani dhe të mos regjistrohen. Edhe pse baza ligjore thotë që asnjë ditë nuk mund të punon, një i punësuar nuk mund të jetë pa kontroll pune, mirë në qoftë se kontrollohen këto kompani, këta persona janë të punu, sepse ne e dim që nuk mund t'ja dalë deri në fund muajit. Dhe këtu duhet të gjendet prapë të bëhet një lloj koordinimi ligjor, që këta persona të stimulohen, ta gëzojnë të drejtën e tyre, qoftë si përfitues të skemës ndihme sociale, qoftë përfitues të ndonjë skeme tjetër pensionale, mirë po të lajmërohen dhe t'u japet mundësia që të punojnë, në qoftë se e kanë gjendja në shëndetësore, emocionale, fizike, me punu. Dhe t'i angazhojmë të gjithë ta punëtorë dhe të jenë pastaj mund të këtu të beneficionit të preket pak, të ketë një ndekem. Ndoshta të ullet pak përfitimi, mirë po të angazhohet në punë dhe të krijohet shprehia e punës. Kjo ndikon drejt për drejt në aspektin social edhe tek fëmijët e këtyre familjeve, të cilat në shumicën e rasteve me gjenerata mbesin përfitues të ndonjë skeme sociale, e ka gjetë gjyshin, babën edhe vetë dhe nuk krijon shprehi të punës. Ne kemi nevojë që krahas sigurisë punë të krijojmë edhe siguri, shprehi në vendin e punës dhe pastaj edhe gjërat shkojnë duke u rregulluar. Zotëri Joka, një prej premtimeve të kryeministrit ka qenë edhe pasfishimi i numrit të inspektorëve të punës. Pse s'është mbajtur ky premtim edhe apo kallëzon kjo se sa prioritet është kjo çështje? Do të pasfishojmë numrin e inspektorëve të punës, kështu që thuhet në programin e krejt dhe drejt në atë kohë në vitin 2021, edhe pritet kanë qenë për pasfishim. Është po i bën që deri në 180 inspektor të bëhen në kuadër të inspektoratit të punës. Është shfall një konkurs, por janë ardhur vetëm 24 të rinj, siç e përmendi edhe zoti Baraktari. Dhe nëse e shohim këtë ndarje të aktualisht të inspektorëve, 30 janë për marrëdhënie të punës, ndërsa 24 janë për sigurinë dhe shëndetin e punë. Dhe nëse shohim edhe vetë statistikat e inspektoratit të punës, i bie që këta 24 inspektor për sigurinë dhe shëndetin e punë veprojnë vetëm për sektorin e ndërtimtarisë, për 27.868 veprimtari ekonomike, për 27.868 ndërmarrje të ndërtimtarisë, për 6.1% të gjithë sektorit ekonomik që zhvillohet në Kosovë. Pra, i bie që për 449.749 të punësuar, ne i kemi 54 inspektorë. Domthonë një inspektor sot në Kosovë funksionon ose mund të mbikëqyr
ose mund t'i marrë ankesat e 8.300 punëtorëve, apo. Dohon qysh është mundur që një inspektor ta zëm në rastin kur se nuk është e mundshme që të mos ketë ankesa, punëtorët mund të ndihen të kërcënuar edhe nga punëdhënësit që të mos parashtrojnë ankesë. Por çka ndodh në rastin kur ka parashtrim të ankesave të shumta? Qysh kanë me administru një inspektor i punës për 8.300 punëtorë, veçanërisht për sektorin e ndërmitarisë, ka probleme të shumta nga raporti edhe inspektoratit të punës, edhe nga hulumtimet që janë bën, problemet nuk janë vetëm të sektorin të ndërmitarisë. Hulumtimet tregojnë që ka probleme ta zëm tek lehonat, tek ndërprerja e marrëdhënies së punës tek kjo kategori, pastaj te çështja e pagave. Për këtë arsye ky numër nuk është i mjaftueshëm. Sektori, meqense ne folëm kryesisht për sektorin e ndërmitarisë, ky sektor kërkon më shumë inspektime, nuk do të më u trajtu në nivel të Republikës si sektor normal, në kuptimin për shkak të rrezikshmërisë që kanosët punëtori atje. U përmend këto që në situata kur te kalohet ose kur ka temperaturë të lartë, do duhej gjithmonë me parapaqe në ato ditë edhe mos me punu, kjo parashihet edhe me ligj. Në ndërkohë, nëse e vrejmë ta zëm për shembull nga raporti vjetor i punës i Inspektoratit të Punës për vitin 2025, ka një problem tjetër. Këta 54 inspektor e kanë vetëm një vetur për 2 inspektor. Aty tregon që 25 automjete transportuese funksionale, që i kanë edhe administrata, përfshi edhe administratën, këta inspektor të punës e kanë. Është që bjen mbulueshmëria me mjetet të udhëtimit është vetëm 4-6% vetëm e inspektorëve të punës. Do duhemi u adresu, dje ose pardje ministri kishte marrë një donacion për disa vetura për inspektoratën e punës, por ajo është e pamjaftueshme. Nuk do të më lanë inspektoratën e punës një gjykat për punëtorët që për arsye logjistike mos e mujt me shku te vendi i punës një inspektor në kuadër të këtij inspektorati. Por për mi u kthy pyetjes tamam konkrete, qeveria kurdi ka dështu me mbrojt punëtorin, përveç që ka mbërri në mas të caktume me i vendos ato politika që i përmendëm më herët, në formën e transfereve sociale. Pra, nuk e ka as ndërmjetësues sindikatën, nuk e ka ndërmjetësues as shoqatët e pensionistëve ta zëm. Ne dim se si është rrit paga minimale në këtë rast, pa një ndërmjetësues, pa asnjë sindikat, pa asnjë shoqat. Ne dim se si është si janë ndarë ta zëm pensionet, pa asnjë konsultim, pa asnjë zbatim të saktë dhe drejtë të ligjit për caktimin e metodologjisë, për caktimin e lartësisë së pensionit bazë, ta zëm. Nuk mundesh me vendos një pension vetëm me vendime arbitrare, siç ka ndodhur për pagën minimale. Vendimi ta zëm për pagën minimale ka qenë i drejtë edhe i mirë, që është bërë 425 për pjesën e parë dhe 500 për pjesën e dytë. Mund të flasim për nivelin se sa i mbërrin kjo kostën e jetesës së një qytetari, por mënyra se si është marrë ai vendim, për mënyrën se si përmendi Ymeri tek Këshilli Ekonomik Social që nuk është funksional, për mënyrën se si është tejkalu ky Këshill Ekonomik Social, për mënyrën se si përmes ligjit është shu aktualisht Këshilli Ekonomik Social ekziston si institucion formal që ta zëm tek paga minimale. Më herët ka qenë me 2/3 të vendoset me konsenzus, pra një konsenzus me zër që të caktohet niveli i pagës minimale, kur u pa që kesi nuk po pajtohet me qeverinë, atëherë u ndryshu ligji dhe u bë që në rast se s'ka pagë minimale të propozuar nga Këshilli Ekonomik Social, atëherë vendos ministri që e dërgon në qeveri këtë propozim vendim, por vetëm një njoftim Këshillit Ekonomik Social. Por përmendim vetëm edhe një çështje tek Këshilli Ekonomik Social. Prej 2023 nuk funksionon, apo? Prej prillit të vitit 2023. Ja kanë qenë 2 probleme të cilat ne kemi përmendur edhe në konkursin cilin në shpallë. E para ka qenë vën, prapë më mirë vën se hiç, por
edhe kur është bërë nga një ministër në detyrë. Ne e dim ministrit Morati ju shpoll një udhëzim administrativ i kontralegjshëm për arsye se ai ka qenë ministër në detyrë dhe s'ka pas fuqi të plot për me marrë veprime ligjore. Është dashur pra me prit vendimin për konsultimin e kuvendit dhe formimin e qeverisë.